Ministria e Ekonomisë dhe Agjencia për Punësim kanë prezantuar planin operativ për punësim 2026. Sipas autoriteteve, agjenda reformuese synon uljen me 20% të numrit të papunëve. Ministri Besar Durmishi tha se rreth 90.000 persona figurojnë të regjistruar si të papunë, duke përfituar ndihmë sociale ndërsa një pjesë e tyre punon në të zezë. Praktik kjo që sipas tij do të ndalet. От социјалната политика низ градовите ќе бидат приклучени од МВР и сите тие луѓе што ќе бидат евидентирани што земат социјална помош, а од другата страна ќе бидат контролирани и ќе бидат најдени дека работат на црно, сите тие ќе бидат извадени од Агенција на вработување. Por për të zbatuar kjo mas duhet të bëhen disa ndryshime ligjore, thonë nga Agjencia për Punësim. Drejtori Adnan Ejupi tha se mund të propozohet në plotësimin e ligjit që atyre që punojnë në të zezë të mos u lejohet më të marrin ndihmë sociale. Да ги чистиме пред се тие списоци, бидејќи таму во тие списоци се бројат и од 15 до 18 години. Тие што не биле офатени со средно школо, веќе ги немаме тие категории, биле избришани. Сакам да кажам дека во минато имало и такви категории кои биле сметани како невработени лица. Мислам дека тој список и владата е во истав, треба да се прочисти, но за да се прочисти од наша страна, ние треба да имаме законски треба да бидеме покриени. Hapi I parë I agjendës reformuese që duhet të informohet Komisioni Evropian është 31 qershori, ndërsa fati I dytë është 31 dhjetori, sa I përket kushteve që janë një nga shtyllat e aspirimit në Bashkimin Evropian.